Përshëndetje miq të nderuar. Grujeri është njëri ndër qytetet mesjetare më të ruajtura në Zvicrën frankofone dhe ndodhet 33 km nga Friburgu. Qyteti Grujer shtrihet rreth Alpeve dhe njihet me prodhimin e djathit të famshëm. Grujeri përbëhet nga 4 fshatra dhe ka rreth 2500 banor. Në Grujer ka disa restorane tradicionale që ofrojnë specialitete legjendare nga fshatrat alpike. Në qytetin mesjetare Grujer jetojnë e punojnë disa familje shqiptare ku dallohet gastronomi Hysen Dula. Për më shumë, ju ftoj të ndiqni reportazhin në vijim. Grujeri është njëri ndër qytetet mesjetare më të ruajtura në Zvicrën frankofone dhe ndodhet 33 km nga Friburgu. Qyteti Grujer shtrihet rreth Alpeve dhe njihet edhe me prodhimin e djathit të famshëm nga kafshët që kullosin në vjeshkët me lartësi mbitetare deri 2000 metra. Grujeri përbëhet nga 4 fshatra. Qyteti historik në Kodër, si edhe fshatrat e Panji në veri dhe Pringi dhe Moleson sur Grujere. Qyteti kishte 972 banor në vitin 1950, kurse në vitin 2019 popullsia rezidente ishte 2238 banor. Qyteti i vjetër i fortifikuar i Grujerit është një kompleks i jashtëzakonshëm ndërtesash. Rruga kryesore është me kaldrëm, rrethuar nga banesat piktoreske që datojnë që nga ndërtimi i Burj Denbas, i cili u zhvillua në këmbët e Kalas. Në fund të rrugës qëndron kalaja e kontëve të Grujerit, themelet e së cilës datojnë nga shekulli XII. Në kështjellën Burg den Hout ka 2 muze në ndërtesa historike. Një kushtuar artistit plastik Grisson, krijuesi përbindshit Alien, që kishte fituar shpërblimin Oscar në vitin 1980 dhe muzeu tjetër që strehon një koleksion privat të artit tibetian. Sipas legjendës, Grujeri është themeluar në vitin 400 nga mbreti Gruerius. Ai një mbrëmje kishte parë në qiell një shpend që fluturonte me të kuqe gjaku dhe vendosi të ndërtonte qytetin e tij po aty. Për këtë arsye, stema e Grujerit prezanton një shpend në një sfond të kuq. Simboli i kafshës heraldike La Gru të ish-kontëve të Grujerit është akoma i pranishëm në këtë rajon. Kalaja e Grujerit ka kurorzuar një kodër të gjelbër rrënz para Alpeve të Friburgut që nga shekulli i XIII. Tani, kompleksi mesjetar ruan koleksionet të mrekullueshme që dëshmojnë për një histori të gjatë dhe të pasur. Në Grujer ka disa restorane tradicionale që ofrojnë specialitete legjendare nga fshatrat alpike mesjetare. Drejtuesit e komunës së Grujerit për çdo vit që e shënojnë festën kombëtare me program artistik. Vive la Gruyère, vive la cohésion.
Manifestimin e festës kombëtare në Gruyère madhështon prezenca e grupeve artistike nga rrethina. Në këtë qytet mesqjetar piktoresk, kanë ardhur vizitorët nga Friburgu me rrethin për të kremtuar festën kombëtare të shtetit helvetik. Festa kombëtare e qytetit Gruyère është hapur në orët e paraditës me tingujt e burizanëve tradicional. Në Gruyère jetojnë e punojnë disa familje shqiptare, ku dallohet gastronomi Hysendula. Gastronomi Hysendula që nga viti 2012 është pronar i restorantit Auberge de la Halle në Gruyère. Ai më parë kishte marrur përvojë hotelierie në restorante të ndryshme në Friburg e rrethin. Restorani Auberge de la Halle në Gruyère ka disa specialitete, njëri ndër to është përgatitja e këpucës. Zotri Dula rrethen se çfarë ka përgatitur për festën e madhe. Sot kemi bërë morit të mushën me mish, një bolonezë, makaronet shales, edhe një farë roti me kotlet de... Gastronomi i njohur në rrethin kujton ditët e para në Zvicër. Jo, kam marrë direkt në Zvicër, me 21 mars 86. Ditën e parë, kam rrinë ora 3 pas dite në Zvicër, në ora 5 kam fillu punën. Zotri Dula disa vite krahas punës në një fabrik, gjatë fundjavës punonte në një restoran. Kurse nga viti 2012 është pronar i restoranit Auberge de la Halle në Gruyère. Ditën e parë kam filluar në kuzhinë, po kam bërë 10 vite në punë aty me një restoran në Broc, në Auberge de Montagnard. E pastaj kam ndryshu punën, kam fillu me një fabrikë kimike. Hysendula disa vite në Gruyère ka punuar gjatë fundjave. Këtu kam ardhur mas 15 viteve, kam punu çdo vikend e çdo tejtë mbrëmje. Nga cilë vit keni filluar në Gruyère? Në Gruyère kam filluar në vitin 2012, po si pronar. Në Gruyère më shumë kërkon specialitete me djathë vendi. Në këtë qytet është më tepër fondue, specialitet me djathë. Djathë që është i regionit të Gruyèrës. Zotri Dula ka ndihmuar edhe Adheun Kosovën në kohë të vështira. Me vullnet bëhet gjithçka. Si fillim kemi ndihmu 3% me një ekip që kemi pas të futbollit në Latur, këtu në Byll, në rrethin e Byllit. Pastaj kemi fillu të ndihmojmë vendlindat flet, që kemi dërguar ndihma ndërkohë në Shqipëri, sidomos në spitalin e Shkodrës, edhe me një kishë katolike dykun rreth Shkodrës, që tash momentalisht s'm kujtohet emri. Qytetin Gruyère vizitojnë edhe grupe artistike e familje shqiptare, por më rrallë.
pasi ndodhet në një vend të largët turistik. Vinë, po është pak si komplikuar këtu për shqiptarët se është vend shumë turistik, kështu që jo gjithë secili ka mundësi të qarkulloj ka Gruyera për çdo ditë. Megjithëse kam shumë miq që vizitojnë edhe nga Gjeneva, nga Lozana, nga Sangalla, shqiptarë. Gastronome i Hysendula ka një kopsh me bimë të ndryshme të kultivuara dhe shpeshherë është midis tyre. Veç për kujshit që kam pastu rrethit. Pastaj e kam shtu edhe pak, asa kisha dëshirë me bo një alkohol të vendit për hotelin tim personal. Po të të bëjnë një raki rushi, si në Rawec. Po ndryshe me këta kungit, që ne nuk i përdorme as shumë, asa përpara i jepshin veç kafshëve, i bëj disa salata kështu për dimër. Po i bëj disa lloje tizaneve kështu që i kam mësu prej disa njerëzve, kështu që shkoj ka pak a herë në bjesh, kështu i mbledhi disa qaje të egra, disa bimë që poshtë është e pamundshme me gjetë kështu. Edhe këtë bimë e përdori për qaj. E marrë e tjeri për shembull tash asa, po jo në dielli, gjithmonë me një pjesë të shtëpisë ku nuk ka dielli. Edhe e përdori për qaj. Zotri Dulaj, ju përgatitni në lokalin tuaj një specialitet me këpurdha të veçantë. Për çfarë fjala? Fjala për një këpurdhë që mushme me mish miqi, që të freska janë shumë të delikate, për ndryshe i termi, e përgatitni me pak vënd të bardh, qep, McDonald's, ham, erva. Sa është ky specialitet i kërkuar nga qytetarët Zviceria dhe nga turistët? Se është diçka special që nuk lidhet me vendet nuk përgatitet në shumë vende. Çfarë është frekuentimi i turistëve zviceran, po dhe tjerë, në qenë se këtu në Zvicër ka shumë nacionalitete? A shumë ka kemi malë për të. Se në ka interesimet për... Jemi të vetëmit që i bënë në region. Në Gruyère, po edhe në katonin e Friburgit.
Afrim Dulej ka theksuar arsyeën e vizitës së mysafirëve në qytetin mesjetare. Ardhjes klientave, turistave prej gjithë botës është fshati medieval, fshati i Grujerit, qytetza, po, edhe kaloja, Château de Gruyère, që thirret në frëngjisht, që daton prej shekullit 12. Edhe ka dy muze, muze Giger, personi që ka bo alien, zotri Gigeri, edhe Tibeta, që është në vendet aziatike. Përndryshe, turistët preferojnë qytetin medieval, që është i kohës lashtë. Qyteti mesjetar atraktiv është pikë turistike që vizitohet vazhdimisht nga dashamirët e antikës dhe bukurive natyrore. Ditëve të javës, turistët janë një numër më i vogël, vikendeve është numri shumë më i madh, i krejt botës dhe thëtë. Përndryshe, gjatë vitit janë 6-7 festa që janë të njoftuna me datat ndryshme. Një ndër to është edhe në muajin qershor, festa medievale dhe thëtë, që njerëzit veshën me tesha të epokës, po të kohës mesjetës. Përndryshe, është sot pikërisht është dita e flamurit, Zvicrës. Dita e festës kombëtare, që daton prej paktit tre kantoneve Zvicrës Gjermane, të vitit 1291. Kështu që arsyeja e ardhjes gjithë këtyre klientëve e turistave është sot pikërisht është dita e flamurit, edhe kjo është arsyeja numër 1. Në Gruyère ka disa dyqane që ofrojnë punime dorë nga artizanatet lokale. Alors, d'abord, les touristes qui recherchent quand ils viennent dans ma boutique, c'est tout ce qui est avec la croix suisse, n'est-ce pas? Et tout ce que je fais moi-même. C'est du fer, c'est made in Gruyère, 200%. Voilà. Et j'aime aussi travailler avec des artistes locaux, dont Loïc Apreda qui fait des petites choses comme ça. Ensuite, je ne sais pas trop que dire. La médaille de Gruyère que vous trouvez uniquement chez moi aussi. La médaille de souvenir. Après, je ne sais pas que dire. Les boîtes à musique pour les enfants. Il y a beaucoup de choses pour les enfants. La vache suisse. Je peux faire aller la musique? Parce que même les vaches chez nous, elles dansent. Ça faudra dire. Avec des produits locaux aussi. Des savons qui sont faits dans un monastère. Voilà. Et les gens viennent vraiment du monde entier. Du monde entier. C'est juste fantastique. C'est que des belles rencontres. Në tavolinën e tij zotri Pipo përgatit specialitetet të ngjashme me petullat që quhen bricela. Bricela është një specialitet nga qyteti Gruyère në Zvicër. Nous allons faire devant vous une pâte au bricelet. La pâte se compose de crème, de vin blanc, de sucre, de farine et puis un petit peu de sel. On mélange tout ça, on laisse reposer pendant 12 heures et du kirsch aussi. Peut-être recommencer, s'il vous plaît. Le bricelet, c'est une spécialité de la Gruyère, de la Suisse. C'est une pâte qui comporte de la farine, du vin blanc, du kirsch, du sucre et un petit peu de sel. On mélange tout ça, on laisse reposer pendant 12 heures et ensuite ça fait une pâte qui est bonne, molle et qui sent bien le kirsch et le vin blanc. Alors une fois que la pâte était reposée, on la met sur le grill
ferme, là on sent déjà l'odeur un peu du kirsch. Il faut attendre en tout cas 30 secondes une fois que la pâte soit bien prise par l'appareil. On peut le faire en nature, je vais vous en faire en nature pour commencer. Et voilà. Mettons un petit peu les bords. On met le petit bois. On ferme bien. Et voilà. Ça c'est vraiment une spécialité un peu spéciale. Au lieu de mettre le bâton, on va mettre un petit chocolat. Et voilà, la présentation est exactement la même, seulement à l'intérieur il y a un petit chocolat. C'est très bon. Je viens ici parce que c'est un super bon patron. On mange toujours bien, on est toujours bien reçus et il y a une ambiance familiale. Champion des vaches. Es ist sehr schön. Es ist ein Freund von uns. Aber ich habe gerne Morgel, gefüllte Morgel mit Pommes. Das ist Spezialität? Das ist Spezialität von hier, ja. Je me présente, je suis l'artiste Christian Desponts, de Broye. Je fais de la peinture depuis 15 ans. C'est mon passe-temps et c'est une passion. J'ai toujours aimé faire ça. Donc je fais de l'acrylique, de l'aquarelle, du pastel. Je dessine, puis voilà. C'est de l'amour. Moi je fais ça tous les jours. Je me lève le matin, je dis oh, ben, je vais faire autre chose que de la peinture. C'est pas possible. Je prends le crayon et je refais de la peinture du pinceau.
Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kam përgatitur kësaj here. Ju faleminderit për vëmendjen. Ju ftoj të na ndiqni sërish herave tjera në të njëjtën kohë. Mirupafshim.